këtu jo, këtu thotë që sollën mirë, e ka shkruar. Dhe më ka bën përshtypje trajtimi i ngjarjeve me realizëm që e bën ky. Ky flet edhe për hapjen e shqiptarëve dhe të fesë krishterë në zona, thot për shembull ishte i përhapur deri në Mat, në mos gaboj, apo jo. Po aty ka përshkruar me saksi se i ka gjitha. Sepse ishte edhe çështja e detyra funksionale e tij. Por ai i përshkruan edhe kush ishin udhëheqësit turq atje dhe shkova thot në gur të bardh, shkova thot në fshatin ku ka lë Skënderbeu, ziheshin 3 fshatra thot jo këtu jo aty thot po atë edhe por ai ky thotë që Skënderbeu ka qenë nga Mati, Po, asnjë lloj diskutimi, asnjë lloj më dyshje. Sa ishin në 70 vjet kishte që kishte vdek Skënderbeu. Ishte e qartë. Po pra, ishte i gjallë akoma Po, ishte i gjallë dhe kjo është një dokument i shkruar shumë i qartë. A kupton? Tregon pastaj për në atë kohë Marta Neshi u quajt Shën Martini. Edhe thotë ishin 1000 shtëpi, kishin thotë 1000 burrat armatosur dhe ka vetëm ishte një lloj forcese, thotë nuk lejonin me hy turqit, 3 herë i kanë sulmuar dhe kanë dalë te gryka i kanë zmraps. Pra tregon edhe për një qendresë shumë të madhe shqiptarëve. Është një kronikë e ngjarjeve të kohës. Tregon për një qendresë të jashtëzakonshme që banin shqiptarët kundra pushtimit turk. Krahas kish. Otoman. Okej, se u mbetët hatrit turqëve të sotëm. Një farë mënyre unë pas që kryengritjet e shqiptarëve nuk kanë rreshtur. Ka një lloj spekulimi që thuhet që shqiptarët ngriheshin vetëm po ju futet dorën në xhep. Edhe ajo kur të fusin dorën në xhep gjë e mirë është kur ngrihesh, që nuk lejon të të grabisin. Nuk qëndron, shiko. Por mendoj që kryengritjet në atë kohë që nuk ishin formuar akoma kombet, por kishte një lloj vetdije komunitetit të përbashkët, le të themi që kemi një gjuhë që na bashkon, janë fise që vim me jetën ajo bashkimi nga 14 krahina në Mat i vitit 1602 flet kundra këtyre tezave, tregon që ata u bashkuan si shqiptar nga 14 krahina. 14 krahina ishin 150.000 kilometra, ishin gjitha principatat. Vere diçka që neve nuk e shtjellojmë në fakt. Po ta shofësh të huajt e përshkruajnë gjenealogjinë e shqiptarëve, paka shumë si le të themi Helenët përshkruanin prejardhjen nga zotat. Do më thënë, neve përshkruajmë që baza e shqiptarëve kanë qenë këto fise, pastaj këto fise u shumuan, shkuan në filan vend, dhe u përhapën për të krijuar atë bashkësi që neve sot e njohim si shqiptar. Pse nuk është studiuar kjo pjesë? Ndër fakt, problemi është që për këtë gjëra, fjalën kryesore, fjalën e fundit thotë arkeologjia, me shkrimet që gjenden në bigur dhe me vaj. Jo. Mitologjia greke s'ka lidhje me arkeologjia. Shiko, mitologjia nuk merret në konsiderat për histori. Mitologjia është, thashë theme, ajo lexohet e thuhet. Po mbi ato thashë theme grekët kanë ngritur një Po ju shemen themelet grekëve sepse po dalin dokumentet, po dalin shkrimet më burr, po dalin shkrimet mbi gur, mbi rasa guri, për shembull, po dalin shkrimet edhe kur themi neve që ka qenë doli fisi, do me thënë, fisi Krasniqës e ka fillesën të 3 vëllezër, fisi Gashit e ka fillesën të 2 vëllezër, fisi Berisha e ka fillesën të... Këto nuk janë legjenda, se këta janë me emër e me mbiemër, që të gjithë këta. Shiko, këta janë, në histori ka pas lëvizje të popullsisë gjithmonë. Dakord jam. Nuk dua të merrem me lëvizjen e popullsisë, por dhe po e pranoj edhe këtë që është mitologji. Është mitologji e zonës së veriut që ka krijuar këtë lloj, le të them, këto lloj mitesh për prejardhjen e saj. Gjuha, rujtja e gjuhës flet në të mirë të asaj që vazhdueshmëria ka qenë qysh në antikitet e deri sot. Pikërisht, rujtja e gjuhës. Kjo është një tregues. Gjuha. Jam dakord. Edhe Francisco Villar është një ndër indo. Gjitha tjera janë hamendësime, gjuha është ajo që nuk të lën me lëviz. Po, neve nuk na bashkon as feja, as na bashkon gjuha. Francisco Villar, një ndër 6
europianistët më të mëdhenj, thot bile një frazë shumë do me thonë se kur thot 12 qytetrimet dhe gjuhët që kanë formuar Europën, trajton edhe ilirët dhe shqiven. Thot nuk kanë lënë shumë dokumente të shkruara, thot në lartësinë e tyre, por thot fakti që janë një popull që kanë një gjuhë të veçantë që nuk flitet askund, dhe që janë të grumbulluar në një vend në breg të detit, do me thënë s'kanë pasur as nga të vinë dhe as nga t'ikin, tregon një farë mënyrë me provë indirekte që këta janë një popull autokton që kanë qenë aty. Një vllaj pa vllaj kanë qujtë gjermanët në studime. Një vllaj pa vllaj, se ne s'jemi as me latint, as me helent, as me kërkon. As me slavët, as me... Jemi vllaj pa vllaj, prandaj si hebrejt. Hebrejt janë arabët, janë 300 milion, ata 6 milion janë hebrejt edhe janë vllaj pa vllaj, edhe shqiptarët janë vllaj pa vllaj, si hebrejt. S'kemi kërkëm, se nuk kemi as me helent, si kemi vllaj, as origjina, as gjërat përbashkëta, as me latinët, as me keltët, as me slavët, as me slavët. Kjo kronik tregon edhe për kryengritje të tjera. Do me thënë, përveç se kelmendasit që përballuan, tregon edhe për një kryengritje të, në mos gaboj, berishve dhe një fisi tjetër. Berishtit kishin organizuar kryengritje kundra pashajt në vendin e tyne, në Iballa. Edhe kryengritje që ja vlen të merret në konsiderat që duhet përfshirë dhe historia e Shqipërisë është kryengritja e vitit 1648. Ajo është për të marrë, sepse ajo ishte e vitit 1602 dhe e vitit 1628. Të janë kryengritje me karakter nërkombëtar, si me thonë, jo me karakter zonal. Nuk janë të ca zonave të vogla, se Berisha ishte një zonë e vogël, po në matë. Jo, unë e përmenda vetëm Berishën sepse mu fiksua emri nga... Ata kanë luftuar sepse pjesa që nuk janë konvertuar e kanë mbrojt me luftë. E kanë mbrojt me luftë gjithmonë. Dhe Turku atje nuk ka pas interes me shkue, sepse ata donin taksat. Domthon lufta aty ishte për taksa, ajo për fe. Donin me pushtuar njerëz, me fut në varësi për me marrë taksa dhe ushtar. Tani, ajo pjesë që nuk u konvertue e ka marrë gjithmonë me luftë, me forcë. Me forcë. Ata që u dorëzuan sepse dhuna ka qenë pa shembull, ata ku kishin mundësi i dhunonin shumë të krishterët katolik, jo të krishterët ortodoks. Me ortodoks ishin marrë vesh qysh në fillim. Do ne pagunin taksa, të dy trazojnë. Po, sepse kishin patriarkanën në Stamboll. Po e kishin antar të qeverisë në Stamboll, të Peranorisë Osmane ishte pasha me 3 tuje. I pari kishës ortodoks e ishte me 3 bishta kali, ishte antar i qeverisë, shkonte në mbledhje. Pra ishte pjesë e shtetit, edhe nuk ja treg as si prishte kishat, as si ja cënonte ata. Përveç kësaj, ata i ka lejue me u dhunua katolikt për t'i konvertu ose në ortodoks ose në... Ka pasur presion. Ka pasur presion, janë shkruara, janë me shina. Po, edhe ajo dihet dokumenta. Presioni që bënin të dyja kishat për të konvertuar katolikët me unitarët, ndërsa ortodoksët... Katolikët sarinin me u bon presion ortodoksëve me u kthyen katolik, ose muslimanëve me u kthyen krishterë, ndërsa ortodoksit e kishin fuqin, mbështetjen nga shteti, për t'i dhunuar të krishterët për me i kthyen në fenë e vetë. Zoti Mark, këtu flitet edhe për një lloj kostumi dhe albanezi. E ka fjalën vetëm për... Zakonet. Sepse ata e përmendin në frazën e përgjithshme kostumi, jo kostum si që në veshjet, por zakonet në italisht. Flet këtu për zakonet e shqiptarëve të asaj kohe, do më thënë... Për shembull, flet, shiko, spjegon se një herë në vit bëhej në Mirdit panajiri kombëtar, që vinin, i përmend gjitha zonat se nga vinin njerëzit me mollrat e tyre, dhe kishte besë për 7 ditë. Ato 7 ditë nuk guxonte kush me vrar tjetër, as për gjakmarrje, as për kurrë. Nuk guxonte kush me krye vrasje për 7 ditë, sepse hakmarrja do ishte kolektive, jo private. Dhe tregon se çfarë mollash sillnin, dhe tregon që gratë thoti vinin atje thot bashkë me ato rrobat e veshjet e me ato gjëra, tregon se çfarë kishte ai panajer, dhe tregon thot se gratë thot ishin zbukuruara me vanthe, me këto, me ato gjëra që për shembull
turqit i kanë me veshje, kështu ndërsa gratë atje shkonin të zbukurura, e ka të përshkruar, po kjo na shërben ne para 370 vjeç na tregon se në çfarë nivel kulturor ka qenë ajo popullsi. Dhe i ka emrat me zonat me emra, nga kjo. Pikërisht këtu thotë, për shembull, atëherë unë po citoj disa që i ka cituar edhe zoti Palnikaj në parathënien e tija, këtu jepet të dhëna për krishterimin që shkon deri në Durrës, Myzëqe dhe Burrel, që shtrieshin pjesa. Në faqen 12 thot flitet për Berishët dhe Sapën për një betejë të tyre me turqit. Kjo që se s'po kujtoj Sapën. Në faqen 23 përshkruan se në kundërshtim me mësimet e fesë, banorët fesonin festa fetare me abuzime të mëdha dhe gabime. Po, i bënin ata, bënin 4 ditë festa dhe pinin shumë alkool dhe harxhonin shumë lek, pastaj edhe arrinin që s'kishin edhe me qa me blesane të shkonin në grabisnin dikun për me morë mishin, i kritikon ai. Se kemi heqa lakët të vezmë, në më? Jo, prandaj ka vlerë libri, sepse... mrekulli për treguar që geni jonë... A i s'ka pas kamër me filmua, po ne ka lanë shkruara gjërat për zakonet shumë mirë. Tregon genin tonë që neve kemi ha e pije, kur mos kesh vill të komshio. Deri sa villnin, pinin aj shumë sa e ka shkruar. Atëre, në faqen 114 flet se si disa njerëz kishin vjedhur vulën e fretën. Edhe kjo... Ajo ka qenë një skandal në Zadrim, ja u kanë vjedh vulën të kisha, kanë firmos letrat e bardha dhe kanë bërë ca shkrime, sikur i kanë shkuar fretën dhe i shtin në burg. Ajo ishte një lojë që ishte bërë brenda asaj zone dhe ju morën lek pastaj me liru nga burgu. Kjo ka qenë një gjë e turpshme, po kjo ka shpjeguar shumë mirë se pastaj ky shkroi letër në perandori, shkroi letër sultanit edhe u zgjidh dikur ajo punë, po u zgjidh me harxime shumë të mëdha dhe me mundime. Tu, une nuk duhet ja them tash krejt ato që ka shkruar këtu se silleshin shumë keq edhe me të burgosërit. Silleshin shumë keq. Ishte njani, ishte çunir 23 vjeç, e përshkruan atje. Qa të thëmë unë tash, nuk po thëmë. E lëmë ta lexojnë. Let ja lëmë kuriozitetin, duhet thënë që libri është një libër voluminoz, i cili, ma thënë të drejtën, duke qenë se është botuar dhe në kopje të vogla, është botuar nga vetë zoti Palnikaj me shpenzimet e tija gjithçka për të arritur deri këtu, qoftë edhe botimi është me shpenzimet